Më thonë, hej, unë po bëj gjenoze, aty është pak e ronë. Edhe dikur menojsha, thosh, provojsha disa sene, po nuk e arrita qatë qëllim. Dërthinën të e mërëm dhe shpejt, gjinja, po ma largë, për më hapë, po ku në kështë problem, edhe menojsha, okej, qysh për mi kapë krejt shqiptarët. Edhe më lindë dhja, thashë, okej, gjdo shqiptar, ose thëmë 90% e shqiptarëve rrinë TikTok. TikToki për momentin është numër 1 për shqiptarët. Ata që ka bojnë të nditën veç rrinë, këshyrin e shtin videot, thash, okej, pra, për duf ka diqysh mes TikTokit me kapë. Ama nuk dojsha me bo veç një farë spot e reklame që bojnë tonë, për dojsha pak ma shumë me të regu punën temë. Mja spjegu, jo veç me bo reklam, po me spjegu se qka po bëjone. Kush jam une dhe qfa punë e bëj. Edhe ja nisë tani me bo videot, në fillim njerë e bëjqa në gjuhën gjermanisht, po aty e po se është ma shumë si video për TikTok ma shumë, atëve që këshyshin edhe shtyshin, ama shqiptarë nuk e kuptojshin, s'po dishin qka ka bot. Tani dikur thash, okej, du m'ja nisë edhe shqip me full. Edhe m'ja nisë me bo video shqip, e kuptu në krejt, plus bësh kur peshat që shkum viral videos. Pa e prit, atë në pa një qëllim të kishe, së në tek e fundit veç që i kalzaj qfa punë e bëj.